Një zjarr I fuqishëm shpërtheu pak pas orës 10 në Fakultetin e Bujqësisë të Universitetit të Tushas në Viterbo, Itali. Flakët që filluan nga çatia gjatë punimeve përhapën shpejt duke rrezikuar laboratorët e kimisë dhe gjenetikës, ku ruheshin substanca shumë të ndezshme, përfshirë 500 litra cilindra me etanol dhe azot. Si pasojë, studentët, mësuesit dhe stafi u evakuan menjëherë nga ambientet e universitetit, ndërsa u krijuar një kordon sigurie me rreze 500 metra, duke përfshirë edhe një hotel pranë zonës së zjarrit. Njësitë e zjarrfiksëve me ndihmën e forcave të specializuara të ushtrisë po punojnë intensivisht për fikjen e flakëve. Bashkia e Viterbo si ka bërë apel banorëve të mos I afrohen zonës së operacioneve dhe të mbajnë dritaret e shtëpive të mbyllura në një rreze prej 1 kilometri. Për shkak të tymit të dendur që është I dukshëm nga shumë pika të qytetit, policia lokale ka bllokuar rrugët hyrëse në vendin e ngjarjes për të siguruar mbarvajtjen e ndërhyrjeve. Situata vijon të monitorohet nga afër, ndërsa autoritetet po vazhdojnë hetimet për shkaqjet e zjarrit dhe dëmet e shkaktuara.